Kam parë media ndërkombëtare gjatë këtyre ditëve. Thuaj se është harruar Irani, është harruar Libani, është harruar Ukraina në terrorin rus dhe në fokus është Shqipëria. Për ta e vogël, e bërë e rëndësishme këto ditë, për ne vendi ku jetojmë. Protesta është ndërkombëtarizuar dhe mua më vjen mirë që ne jemi në media ndërkombëtare, pra Shqipëria është në media ndërkombëtare, me një çështje thelbësore, shumë njerëzore që ka të bëjë me mbrojtjen e natyrës, mbrojtjen e biodiversitetit. Ne jep vlerë kjo gjë. Por më dhëmb që jemi ndërkombëtarizuar në mes të një lufte të tërëve kundër familjes Trump. I kam parë të gjitha CNN, BBC, Reuters, Associated Press, The Guardian, La Repubblica, France 24, e kështu me radhë deri tek Espresso Settimanale sot në mëngjes. Shikoni, ka disa tipologji këtu në këtë bushet. Se pari është media amerikane, që afërmendsh të ishte interesuar sa po mbiemri Trump të shfaqej në lajme. Është një betejë e vazhdueshme në atë familjen Amerikë, janë në të drejtë në tyre, duan ta mundin presidentin Trump, demokratët edhe jo vetëm atje, dhe është e drejta tyre legjitime. Pastaj vjen media europiane që është thuajse në të njëjtën linjë ideologjike me familjen Trump, apo me qëndrimet e presidentit Trump, apo me betejën e tyre kundër modeleve që ata i asociojnë me Trumpin brenda në Europë. Edhe kjo një betejë legjitime e tyre. Pastaj vjen media e fqinjve tanë, ku Greqia shkëlqen si gjithmonë me betejën e saj për të mbrojtur homogenet grek në tokën shqiptare të Zvërnecit, apo më gjerë në tokën puro shqiptare të Vlorës. Edhe një herë. E brenda kësaj beteje është beteja e Greqisë për turizmin. Greqia nuk do një pikë tjetër referimi për turizmin e nivelit të lartë në Jon e në Adriatik. Italianët po ashtu, në të dyja aspektet, edhe të betejës kundër Trumpit e modeleve të ngjashme, po edhe të betejës kundër pikave të tjera të referimit. Francezët po ashtu, dhe habia e madhe janë kampionët e turizmit, Spanja. Edhe ata përfshirë në të dyja betejat ideologjike kundër Trumpit dhe në krahun tjetër të referencës për turizmin. Shikoni, po e përsëris, këto betejat me familjen Trump janë legjitime, gjithë secili zgjedh bëj betejat e vet, apo ne nuk hym këtu. Ne jemi shumë të vegjël për të përfshirë në këto beteja ideologjike me atë familje. Ndërkohë që në krahun tjetër, të gjithë këtyre të tjerëve që na shikojnë si konkurrent sot për turizmin, keni aq shumë turizëm ju, sa që ne jemi një pikë uji në këtë tregun e madh të turizmit. Na lini të rritemi dhe ne, e të bëhemi edhe ne konkurrent në turizëm. Na lini edhe ne ta zhvillojmë këtë degë të turizmit, sepse na vlen, është ekonomia jona, e ne nuk mund të vazhdojmë të jemi kamarierët tuaj. Duam ta bëjmë vetë. E në krahun tjetër, po, ne kemi probleme me mjedisin, kemi probleme me natyrën, kemi probleme me biodiversitetin, kemi probleme me zonat e mbrojtura, në rastin fjalë është një peizazh i mbrojtur, duhet ta korrektoni atë që shkruani, por na lini të gjejmë ekuilibrin që ju e keni gjetur vite të tëra më parë. Midis natyrës, turizmit që ka natyrën brenda, apo natyrës si shërbim turistik. Na lini